Asnjë cent ma shumë. Sepse gjykata themelore në Prishtinë 15-16% është një turp. Shumë, abnormal jo. Edhe ato me të që zotin i smuj, u dhe morë paq, s'ka kur gjë. E shtetit ja kena lënë dorë një axhamie që në investimet e trustit prej janarit deri në këtë muaj ka humbur 150 milion. Qytetarët po protestojnë për herë të dytë pas vendimit të ZRE-s për ngritjen e çmimeve me 15%. Fjalët e tyre janë asnjë cent më shumë nuk kem me dhënë, besa besën e kem dhënë, asnjë cent më shumë s'kem me dhënë. Dashur qytetarë, le ta fillojmë këtë protest fillimisht me thirrjen me cilën kemi nisë me datën 5 prill. Thirrjen e përbashkët të cilët si duket sot ju shkojnë në vesh të shurdhër zyrtarëve të ZRE-s. Thirrja e qytetarëve të Republikës Kosovës le dëgjohet fillimisht nga ky shesh, nga sheshi Zahir Pajaziti, dhe ajo thirrje është asnjë cent më shumë. 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 Nuk po ju mjafton as komentet dhe as alternativat të cilat ne ja dhamë. A e dini çka na thanë? Thanë ju nuk ju përgjigjet thirrjes. Na i kërkon debat publik, në cilin do medium, në cilin do ditë, në cilin do datë, në cilin do orë, ata nuk thyn kur përgjigje. Ne do të grumbullohemi përsëri, e përsëri. Nëse është nevoja, do të bllokojmë çdo rrugë e çdo shesh deri në momentin e fundit. Sepse gjykata themelore në Prishtinë do të vendosë masën e sigurisë, do t'u ale atë vendim në sirtar, sepse ai vendim është i paligjshëm. Ata sot kanë vendosur në mënyrë arbitrare, po ky shtet ka qytetar dhe ka institucione. Ne do të vazhdojmë tek ZRE. Atje do t'ju themi që ju keni heq dorë nga mbrojtja e publikës dhe republikës. Vendimin e ZRE-s për ngritjen e çmimit edhe është si varfrim tokave shqiptare dhe më tej, duke qenë se është populli më i varfër në Ballkanin. Kjo ngritje ZRE-s që ka vendosur ngrit për 15-16% është një turp, se këta qytetarë sot që kanë dalë me protestu kanë arsye të mëdha pse protestojnë. Me një pagë çfarë kanë qytetarët e Kosovës dhe me një ndihmë social që jetojnë, nuk ka mundësi që të paguhet ka shtrejt rryma, se këtu nuk shtrejtohet vetëm rryma, por këtu shtrejtohen gjitha elementet të jetës. Dhe unë mendoj që kjo protestë duhet të shkojë në vesh e qeveritarëve tonë, që të marrin vesh dhe tulen, të thrasin mendjes që mos ta ngrisin këtë rrymë, se ballu është shtrejt kjo rrymë me këtu paga çfarë kemi ne. Dhe unë bëj thirrje edhe ne qeverisë që tulet dhe të bisedojmë me ZRE-n që ta pengon këtë rritje të rrymës. Jo, brebas nuk mujnë me rrugën, për shembull te Plesnë, e morëm shembullin 120 euro, çka duhen me bë me 120 euro? Veç veti i dytë, ju më kanë 172 euro i kom pagu. E qysh mi e dalë? Nuk mundesh, edhe pragën e kanë lënë tepër të lartë. 800 kW ato bëhen me një plak me ko, bëhen që 800 kW. A duhet më lart, edhe nuk ka tarna, që vallai me siguri gati edhe në Zvicër janë pi 73-s. Që ka çmimi i lartë nuk është, bindu. Po këtu e kanë gjetë tash një pjesë për prekrahen, një pjesë jo. A duhet sot më ko sheshi, s'kem i moshën, se kjo është interesi tonëve. Nuk ka interesi veç një partije ose një personi, po interesi tonëve, a duhet mu qo tonë kam edhe mes mja vlomo në rritën. Bo dhe ka rritë, 3-4 herë ka rritë në qëtë mandat. Shumë, abnormal jo. Jo, më rëmbe 120 euro vishë barnë nuk i dalin, bindu. E ku e në tjerat kushte? Së ne merë me men, vallahi. Se jo që nuk jemi kundrë qeverisë në atë aspekt që më thonë me kundrëshu si kundrështarë. Po nuk bën i përbëllë këj popull me qëto shtërtime. Qka të lëpë shbre? Ndash të nafta, ndash ka dush, se në të shimëre. A besa që ma lirë kushton vaj në Gjermani se këtu në Kosovë. E qëfar tarë në shka në Gjermani, e qëfar tarë në shka në Kosovë? 300 euro. 350 euro, hajde 400, edhe ato me të që zotin i smuj, u dhe morë paq, s'ka kur gjë.
Janaj sana dhe postoni. Qitë standard për qitë popull. Unë jam punëtori e të Kosovës. E kom që e të Kosovën të nëndën që mos më bo as elektro-Serbi, as elektro-Turki, po më bo elektro-Dardani. Popli donë vedisim dërgjëtsim. Donë demonstratat regullta, 10 vjetë të ndryshimi, vedisimin, dërgjëtsimi. Ne s'po dojmë akuzu asken. As po dojmë burë me që u kërkon. Kush ka gabu, mu pendu, mi dhon shansë mu përmisu, edhe zemën edhe shpirtin e pasurin në pasru venin tonë. Edhe tonë edhe bota. Pse mu s'po bu venin jo në venin mirësis. Ne jemi dështum që ose ne nuk jashtim dorën e pajtimit njëni tjetit, që ose nuk e gjejmë forcën me nimun njëni tjetit, që ose nuk e gjejmë forcën me mobilizu gjithë poplin, demonstratat, regullta, deri ky popull vedisot, dërgjetsot, fjallësot, qartësot, ngryhet, se problemi është tu. Po qysh nuk është? Kjo nuk është rritja e parë. Kjo është rritja e vazhdueshme, deri tash rritja për 4 vite ka arrit shifrën 170%. Kjo nuk është normale. Cila është kërkesa jonë? Kërkesa jonë është me u kthy në gjendjen fillestare, me u kthy në gjendjen që kryeministri i këtij vendi ka premtuar që kur të vjen qeverisja ka me ul rrymën se najnë ato e pagu shumë shtrejt. E çka ndodhi çtash? Çka ndodhi çtash? Domethënë na e pam që Keku për vitin, veç për vitin e fundit për transport të energjisë brenda Kosovës ka pagu 9 milion, përderisa vitin paraprak u kon 0.9. 9 milion më tepër janë. Kuletën e shtetit ja kena lënë dorë një axhamie që në investimet e trustit prej janarit deri në këtë muaj ka humb 150 milion. Po çka është kjo? Kush jemi na? Deri kur kanë me bë këto sene në Kurrizdonin? Faleminderit. Për viruta!